Në kuadër të zhvillimeve politike të ditëve të fundit, në fakt, ditën e sotme kemi deputetin e Partisë Agrare Ambientaliste, zotin Artan Luku. Ka qenë deputet në listën e sigurt të Partisë Demokratike për qarkun e Durrësit, dhe në fakt, situata politike nuk duket e qetë, sidomos për deputetet të rinj, për ato që janë në fakt për herë të parë në kuvendi ka pasur realisht debate të forta, fjala e opozitës nuk është dëgjuar aq sa duhej, në fakt në mënyrë doja të thoja shumë pak, sidomos të deputetëve të rinj. Ka deputet që në kuvendin e Shqipërisë nuk i është dëgjuar fjala akoma pra për herë të parë. Zoti Luku, faleminderit që pranuat ftesën. Si një deputet i ri në kuvendin e Shqipërisë, si e shikoni seancat plenare? Ta them të drejtën, seancat e para plenare janë një zhgënjim total për mua, domethënë ajo që pritësha ishte komplet diçka tjetër. Unë isha i përgatitur dhe kisha menduar angazhimin tim në parlament, kur angazhimi tjetë cilësor dhe jo sasior, po sasior, madje do të thojë sasior i shëmtuar, siç po ndodh. Jam bërë 4 seanca parlamentare, nga deputetët e ri, pothuajse 1 ose 2 i është dhënë mundësia të flasin, asnjërit nuk i është dhënë mundësia të flasin, jo vetëm nga ana e Partisë Demokratike dhe opozitës, por edhe nga ana e deputetëve të mazhorancës. Nuk e kuptoj ç'po ndodh, është një kaos total, parlamenti duket për mua si diçka e pamenaxhueshme ose mund të themi e keq menaxhuar. Kjo ndofta zoti Peleshi nuk po e kupton mirë pozicionin e tij, ndofta nuk është i mësuar me rregullat se si funksionojnë parlamentet. Dhe kemi pasur boll episode që unë mendoj që janë të pa tolerueshme për demokracinë. Duke filluar që nga episodi i parë kur zoti Rama kryeministri do të prezantonte programin e qeverisë dhe një seancë që zgjatej vetëm 7 ose 12 minuta në mos gabofsha dhe u mbyll në mënyrë arbitrare, por një debat që mund të kishte njëri nga deputetët e opozitës, një nga deputetët e opozitës. Parlamenti ka rregulla, mund dalin nga salla të 2 deputetët që shkaktuan debatin dhe të tjerët kanë drejt të vazhdojnë të dëgjojnë programin dhe të jepet mundësia të flasin si atyre që janë pra programit, si atyre si puna ime dhe kolegëve të mi që jemi kundra programit. Kemi boll gjëra për të thënë që nuk i tham dot. Ndodhi dhe çudia, për shembull Erion Braçe 2 ditë më vonë tha bëra gabim që e votova programin. Tani kjo ose Erion Braçe po bën opozitë, është një lloj strategjie e tyre për të bërë opozitë brenda vetes, për ta bërë gjën të duket sikur nuk ka opozitë reale, po ne po i bëjmë të gjitha, ose ai më vërtet nuk e ka parë programin, vizionin e qeverisë dhe mbrapa është bërë pishman. Domethënë, që nga seanca e parë gjërat filluan keq, pastaj kjo u finalizua me seancën e fundit ku kaluan një sër vendimesh, ku kaluan në mënyrë të heshtur ligji i ri i mbetjeve, për cilën unë isha përgatitur dhe të flisja, nuk na u dha kjo mundësi, kisha përgatitur një goxha material mbrojtës, pse ligji nuk do të kalonte, pse ligjit i duhej dhënë kohë që të ribëhej, të bëshin seancat dëgjimore, çdo gjë të fillonte nga e para, më mirë do humbisnim kohë dhe të kishim një proces tjetër për përgatitjen e ligjit, sesa të kemi një ligj i cili nuk është gati për Shqipërinë dhe nuk sjell asnjëri si në Shqipëri, është pothuajse i paimplementueshëm. Domethënë kemi një situatë kur neve nuk po e kuptojmë se ç'a bëhet. Mendoj që nga ana e opozitës gjithashtu duhet të ketë një lloj reflektimi, një lloj strategjie për mos trënë që partisë në pushtet mos i jepet mundësia, mazhorancës mos i jepet mundësia për të krijuar këtë lloj situatash. Si e komentoni strategjinë e partive kryesore gjatë fushatës elektorale, kryesisht në qarkun e Durrësit? Për zgjedhjet parlamentare. Strategjia e partive në fakt ishte pak e çuditshme, ishte strategjia fokusuar te kryetarët, si e Partisë Socialiste, ashtu dhe e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore. Është pak duguri shqiptare, më thënë që për ne lideri është shumë i fortë, vetë sistemi zgjedhor krijon liderat fort. Dhe unë personalisht, nëse jam një vot jam unë në Parlamentin shqiptar, por nëse do më jepet mundësia, gjëja e parë që do bëj është jam totalisht kundra këtij sistemi zgjedhor, sepse ky është një sistem zgjedhor që ndër vite ne kemi prodhuar liderat fort që nuk lëkunden, që nuk përveç se me dëshirën e tyre nuk ka asnjë mënyrë tjetër që të largohen nga pozicioni që kanë. Cila është mënyra që do sugjeroje ti? Unë jam për proporcional kombëtar me lista të hapura, totalisht të hapura. Duket një sistem më i drejtë, duket një sistem kur gjithë secili merr në mënyrë të drejtë
shpërndarjen e mandateve sipas rezultatit kombëtar që ka. Këtu kemi parti të vogla të cilat në sistemin proporcional kombëtar me votat që kanë marrë mund të kishin ndoshta 3 herë më shumë deputet se sa kanë. Ne si Partia Agrare, për shembull, po të llogaritsim votat që kemi, ne në një sistem proporcional kombëtar do merrnim 3 deputet. Nuk ka asnjë arsye që të jemi pjesë e një koalicioni të cilit, jemi korrekt, çdo gjë ka shkuar shumë mirë, por duket më demokratike ti për të përfaqësuar më mirë atë elektorat që ka votuar në përgjithë vendin. Ka zëra që thonë që kjo krijon paqëndrueshmëri politike, pak a shumë siç e ka Kosova. Kosova ka kështu. Po në fakt unë bëj shpesh pyetjen me miq, me shok, kur flasim, kush është, çka kemi fituar nga qëndrueshmëria politike? Kemi fituar një Edi Rama që nuk din tiki, vetëm nuk dua të them, këto ikin vetëm nga forcat madhore, domethënë nuk kanë një mënyrë tjetër që të ikin. Kemi fituar ca liderë dhe kemi krijuar një shoqëri e cila kemi 30 vjet, unë kam votuar për herë të parë në 91, kam qenë 18 vjeç, dhe deri sot votojmë për të njëjtat figura, për të njëjtat njerëz, të njëjtat njerëz janë bashkinë e Durrësit, të njëjtat njerëz janë në qeveri, të njëjtat njerëz janë opozitë dhe nuk kemi asnjë lloj ndryshimi. Imagjino ti për vajza ime ka lindur dhe nuk ka arritur të dëgjoj figura të tjera në jetën e vet përveç se 2 ose 3 figurave. Ndërkohë që bëm një trajnim para ca ditë, bëm një takim para ca ditëve, nuk ka rëndësi se ishte organizimi i financuar nga njëra nga ambasadat dhe Anglia kishte ndruar 15 kryeministra, Shqipëria 1, 2. Domethënë unë sistemi proporcional kombëtar mendoj që do krijoj një klimë më të bukur, më alternative dhe do të kemi rotacion politik më të shpeshtë. Zotë Luku, si antar i Komisionit të Bujqësisë dhe Burimeve Njerëzore, cilat janë prioritetet që do të ndiqnit në mbështetje kryesisht të fermerëve? Po të shohësh programin që zoti Rama prezantoi, bujqësia është pothuajse e lënë mësdore. Flitet shumë pak për bujqësinë, nuk shihet si opsion zhvillimor, nuk shihet si një nga komponentët e rëndësishëm të LGBT-s kombëtare. Dhe kjo nuk ka programe financuese, nuk ka strategji, nuk kemi të qartë fare, kemi vetëm zhvillim spontan në bazë iniciativave që ka marrë fermieri apo biznesi i vogël i cili ushtron aktivitetin e tij bujqësor. Nuk kemi mbështetje të ndërmarrjeve prodhuese. Një goditje shumë e madhe për Shqipërinë është edhe ajo që ka ndodhur me fondet e IPARD-it, që ka krijuar një lloj mosbesueshmërie nga fondet e BE-s dhe kjo e ka bërë që të ndihet goxha mungesa e fondeve. Unë desha shtoj diçka që unë në karrierën time para se të jem deputet, kam qenë kryetari i dhomës tregtisë dhe industrisë qarku Durrës dhe biznesi i vogël dhe sidomos ai agropërpunues është në vështirësi, nuk ka asnjë lloj mbështetje nga shteti. Ai mbijeton vetëm sajt të forcave të veta, në sajt intuitës, në sajt të kësaj rrëmujës tregut që neve kemi. Nuk kemi asnjë aplikim nga biznesi shqiptar për fondet e Bashkimit Evropian, ndërkohë që Serbia ka një shifër goxha të frikshme. Dhe kjo vjen nga mosimpenjimi, nga mungesa e përgjegjshmërisë që strukturat e qeverisë kanë për të shpjeguar biznesit shqiptar se si aplikohet për këto fonde, për ta trajnuar biznesin shqiptar se si aplikohet për këto fonde, duke marrë modele të ngjashme, duke i shkruar ndoshta projektet e tyre, se Shqipëria është një vend mjaft i vogël, mund të bëjmë gjëra mjaft thjeshta për të pasur një lloj zhvillimi. Do me thonë, jo vetëm në bujqësinë për tërësi, unë shoh një mungesë dëshirës për të marrë me punë. Flas pak kështu sepse thash unë vi nga sektori privat, jam i mësuar me tjetër lloj tabiati, themi ne, do me thonë, për neve gjërat duhet të ishin më konkrete. Në Shqipëri nuk kemi gjëra konkrete, nuk kemi mbështetje për biznesin. Flitet për shifra të mëdha të turizmit, pra për vizitor të shumë, të rritje të zhvillimit të turizmit, vizitor mbi 10 milion nga qeveria Rama. Si e shikoni ju? Në fakt, diskutimin që unë kisha përgatitur prapë kur kryeministri prezantoi vizionin e qeverisë, kishte të bënte pikërisht me turizmin si komponent mjaft i rëndësishëm i ekonomisë shqiptare. Në vitet e fundit, themi të vërtetën, turizmi po kthehet në një nga komponentët mjaft të rëndësishëm të ardhurave të ekonomisë shqiptare, të ardhurave individuale të qytetarit. Por unë vi nga qyteti i Durrësit, banoj në një plazh të Durrësit, që është një nga zonat që pret numrin më të madh të turistëve për sa i përket numrit, por në kryesisht që ka të bëjë me turizmin masiv. Personalisht kam një opinion që nuk jemi në rrugën e duhur me turizmit. Edhe strategjinë e turizmit, nëse ju do ta lexoni, do ta shihni që është diçka boshe që nuk ka një vizion, nuk tregon asgjë, nuk ka një shtrije kohore dhe nuk ka një shtrije në hapa, se kush do jenë hapat e Shqipërisë dhe kush do jetë pika jonë e referencës për të patur turizëm. Ne kemi një turizëm kaotik,
të rrëmujshëm. Çdo gjë është e varur nga merita që merr prap operatori privati. Shteti nuk bën asgjë, nuk gjejmë në Durrës, nuk gjejmë zyra informuese, nëpër që turistët janë të hutuar, nuk kemi infrastrukturë, nuk kemi shërbim urban, e plot mangësira të tilla. Pa atë që unë ngrej si alarm, në fakt që tani duhet ngul pak këmbë te kjo, ka të bëjë me të ardhurat që turizmi sjell dhe dëmet mjedisore që turizmi krijon. Në opinionin tim, dhe jam i sigurt që ky është opinioni i gjithë specialistëve, ky lloj turizmi po krijon një lloj rrëmuje dhe gjeneron të ardhura më pak se sa shkakton dëme mjedisore. Dhe kjo do bëjë që ne të kemi në të ardhmen një Shqipëri të pisët, të rrëmujshme, dhe nëse ne do të llogarisim kostot që dëm, përmirësimi i dëmeve që ky lloj turizmi shkakton me të ardhurat që kemi, unë jam i sigurt që jemi me humbje, nuk ka asnjë lloj fitimi. Dhe mendoj që kjo do parë shumë seriozisht. Ligji i ri mjedisin në fakt e ngren këtë shqetësimi, niset nga ky prezantimi që shumë cilësor që ministri bëri, e kishin shqetësimin e rrëmujeve që turizmi krijon, jo vetëm nga mbetjet organike që i ka, por edhe nga rrëmuja e ndërtimeve, procesit të madh të investimeve që po krijon. Ju të gjithë e keni parë nëpër rrugë, nuk kemi vetëm kosha me plera, por kemi inerte, kemi derrasa, kemi hekura, kemi domethënë lëndë ndërtimi gjithkund. Edhe në plazh, në rër, ke gosht plot me shumicë. Ky është shqetësim dhe ligji i mbetjeve nuk e zgjidh këtë gjë, sepse ligji i mbetjeve prap është i mangët, kemi bërë vetëm letra për t'ju afruar qasjes ose rekomandimeve që vijnë nga Bashkimi Evropian. Jemi afruar gati 80% rekomandime, por kemi lënë atë që është kryesorja, nuk kemi përcaktuar kohën, nuk kemi përcaktuar afate për implementimin e politikave të reja të menaxhimit të mbetjeve. Domethënë duhet filloj, bashkitë kanë për detyrë të fillojnë ndarjen selektive të mbetjeve, por nuk kanë asnjë lloj afati për ta bërë këtë gjë. Nëse bashkia nuk don, nuk mund ta bëj kurrë dhe ligji nuk merr asnjë lloj mase për këtë rast. Kam përshtypjen që situata do vazhdoj të jetë e njëjtë, kam përshtypjen që nuk do kemi ndonjë përmirësim dhe ky lloj turizmi sasior, do thoya, as pak cilësor, do të krijojë shumë doti të mëdha ambientale dhe do të ketë koste shumë të larta për mbretëtarësh. Betonizimi i zonës së Durrësit, kryesisht brenda në Durrës, si e shikoni ndërtimet pa leje, një shi sado i pakët që të jetë zona e Durrësit përmbytet. Çfarë ka çaluar në bashkinë e Durrësit që është kjo situatë? Në një vlerësim të fundit, nëse doni pastaj ju avën dispozicion linkun, Shqipëria rënditet e fundit në Europë për sa i përket pastërtisë së ujrave. Vetëm me 16% ujë pastër. Gjithë pjesa tjetër ujit është e papastër, konsiderohet e dëmshme për shëndetin. Durrësi ka një problem të pasgjidhur me ujërat e zeza që derdhen në zonën e Volgës, derdhen në det dhe kjo si rrjedhoi ndërtimeve pa leje, atyre ndërtimeve që janë bërë gjatë gjithë këtyre viteve, që kanë zërë një pjesë të ose si të themi kanë ndaluar mundësinë për ta rregulluar fenomenin e ujërave të zeza në qytet. Betonizimi tani më nuk është vetëm qytet, po ta shihni betonizimi po shtrihet edhe në ujë. Kemi hyrë goxha në ujë me projektin e ri të Marinës dhe në dijen time projekti do vazhdojë shtrihet akoma më thellë në det. Nuk di më së gjatë qartë, nuk e kemi parë projektin përfundimtar, por po flitet shumë që projekti do vazhdojë të mbushë edhe një pjesë tjetër të detit. Po e betonizojmë qytetin në gjitha krahat, domethënë nuk mjafton të betonizimi që i bëm tokës, tani po futemi goxha ndjeshëm dhe duke i marrë sipërfaqe të detit, po mos harrojmë që natyra është e çuditshme, dhe sipërfaqe që ti merr, deti do ta marrë diku tjetër, domethënë ndofta se merr në Durrës, se merr në një vend tjetër. Kështu që prapë mendoj që kemi zhvillim spontan, pas interesave të ngushta të biznesit, në bazë të interesave të legut pisët që qarkullon masivisht në vendin tonë. Situata duket e dalë jashtë kontrollit për sa i përket investimeve që leku i pisët i gjitha formave kërkon të bëjë. Dhe këto janë pasojat që ne po paguajmë, këto janë pasojat që vendin tonë po bëhet gjithmonë më i pakëndshëm. Besoj keni pas statistikat, jemi vendi më pak i lumtur në Europë. Zoti Luku, qëndrojmë edhe pak në Durrës. Pas tërmetit, si e shikoni situatën e rindërtimit në Durrës? A keni pasur raste që familjet akoma nuk e kanë marrë pra mbështetjen e qeverisë ashtu siç u tha? Mos t'i bëjmë gjithë gjërat e zeza, ka dhe gjërat mira. Mua personalisht më duket që situata e tërmetit është menaxhuar mirë, si nga Bashkia e Durrës dhe ashtu edhe nga Bashkia e Shjakut. Ka pas vonesa në fillimin e projekteve, ka pas vonesa në shpërndarjen e çelësave, ka pas pak nënsi nga banorët që thotë unë kam pas shtëpinë këtu, pse ta marr
diku tjetër, por në tërësinë e vet personalisht kam mendimin që situata e tërmjetit, si nga Bashkia e Shjagut, si nga Bashkia e Durrësit, që kanë pas goxha probleme, duket e mirë menaxhuar. Ajo që është për të parë ka të bëjë me cilësinë e punimeve, gjë të cilën unë nuk di ta vlerësoj, flitet për punime jo cilësore, sidomos në Shjak. Flitet për punime goxha të ulta në krahasim me standardin e projekteve që janë prezantuar, por kjo është një gjë që do ta shohin specialistët në ta. Po Durrësi ka nevojë për ndarje territoriale? Durrësi është i madh, nuk ka pse të jetë kaq i madh. Duhet të ketë patjetër edhe një njësi tjetër administrative, njësi vendore. Harta se si bëhet nuk është shpejt për të fol, ka mënyra ndryshe, por më duket e tepër shtrija e Durrësit deri në përfundim të kepit të Rëdonit. Patjetër që ka nevojë për ndarje territoriale. Për ta mbyllur, protesta e UÇK-s që u mbajt në mbështetje të liderëve të Kosovës që u mbajt tubimin në Tiranë. Ju ishit pjesë e asaj proteste, edhe pse në fakt opozita mbajti një qendrim, pra Partia Demokratike mbajti një qendrim politik që nuk do merrnin pjesë si politik pra në atë protestë. Ju morët pjesë. Pse dhe a kishit diçka pas marrjes protestës, ndonjë vërejtje ose se pse morët pjesë? Nuk ka asnjë vendim politik që të më ndaloj mua personalisht marr pjesë në një protestë ose në mbështetje të UÇK-s ose ndaj padrejtësisë që po i bëhet 4 udhëheqësve që po mbahen peng në Hag. Mendoj që kanë bërë gjë në dur, nuk ka marrë asnjë lloj kritike dhe nuk do pranoja të marrja ndonjë kritikë. Nëse do kishin përsëritur prapë do marrja të njëjtin qendrim. Qendrimi i Partisë Demokratike është qendrim politik. Unë individualisht kam marrë pjesë, madje kam qenë jo vetëm me zojën duke, por më tutje kam qenë me pjesëtarët e tjerë të familjes time në mbështetje të gjithë organizimit, të gjithë qëllimit që organizimi kishte. Të falenderoj shumë për intervistën dhe kohën që na kushtove dhe të uroj punë të mbar. Faleminderit juve. Fjala juaj uroj të dëgjohet sa më shumë kuvent.